Shëndetje të gjithëve, u detyrova ta bëj këtë story pasi hyna në Insta Message edhe pash pafund mesazhe në lidhje me çka kom postu. Unë nuk e di se çfarë njerëz jeni edhe përfitonin këtë lloj situata ose juve ju dhimbet më shumë se mu shpati nëse unë nxjerrin një story që kam qenë dikun ku kam qenë mysafir apo kam qenë eftu me dikun, unë nuk kam festu edhe nuk jam Big Brother duke kërcy edhe dhimbjen kur do që shkojmë, çfarë do që bëjmë, dhimbjen e marrim me vete. Unë ndallim me juve jam shumë realiste dhe nuk kamufloj dhimbje edhe nuk ndjer post edhe 100 foto për të duk para publikut se unë po vuj. Unë dhimbjen dhe respektin për diçka që e kam e mbaj me vete dhe e bëj në kohën kur është dashur. Dhe jo të mos respektoj një artist derisa është gjallë dhe mbasi të vdes gjithë ta nxjerrim në për story dhe ta bëjmë hero. A në momentin kur ka dash për krahjen më të madhe, s'keni qenë askon për atë person. Kështu që nuk keni nevojë të keni kaq mbledh sepse djali ka ndru jetë dhe unë kam pas mik shumë të afërt dhe dhimbjen time nuk kam pse ta ndaj me juve ose të kamufloj sikur unë po vuj shumë për t'u duk. Unë sa e du atë person dhe sa e respektoj e di vetëm unë dhe s'ka nevojë të justifikohem. Dhe kështu që mjaftni me këtë mbledh se nuk është në rregull dhe nuk është e hishme.